Mendoj që fatkeqësisht më duhet ta citoj në një farë forme zotrin Kurti. Ai në pushtet është ardhur përmes krizave edhe përmes sloganeve që parti tjera kanë shkatruar Kosovën për 20 vjet. Mendimi im është që Kosova është ndërtuar për 20 vjet, mirë për me këto 6 vite të qeverisjes Kurti po shkatrohet Kosova. Domethënë nuk është shkatruar gjatë 20 vjetëve, por këto 6 vite po e shkatrojnë Kosovën. Kosovë nuk ka gjetë në bodrum, do me thonë Kosovën e ka gjetë me njohje ndërkombëtare, Kosovën e ka gjetë shtetë e pavarur, megjithëse secilën prej tyre ka kundërshtuar njërin pas tjetrës. Kosovën e ka gjetë me autostrada të ndërtuara, Kosovën e ka gjetë me policitë së ndërtuar, e ka gjetë me ushtritë së ndërtuar, e ka gjetë me një bazë, do me thonë që kemi qenë në progres e sipër, kemi qenë në lëvizje e sipër, edhe nga aty e ka marrë, prej aty ka filluar ta fusë në bodrum edhe tash siç po e thotë edhe vetë jemi gjysmë metre ujë në bodrum për shkak të qeverisjes e vetëvendosjes, se nuk kemi qenë aty përpara kësaj qeverisje. Ndërkaq për pjesën e dytë ku i quajti çlirimtarët zullumçar, mendoj që ka të bëjë me direkt ju referua figura oponent politik që kanë përardhur nga lufta e UÇK-s. Me atë që e kishte po. E shpërfaq një kompleks të zotrit Kurti, për shkak që për veti nuk ka mujt me dhënë kontribut në luftën çlirimtare, për shkak që për veti nuk ka mujt me qenë prej atyre që kanë bërë ndryshim të mirëfillt për me shpor armikun prej vendit. Mendoj që i ka një lloj kompleksi gjithë ata persona që kanë bërë luftën çlirimtare. Personalisht tu ka kompleks. Në një farë forme, domethënë mendoj që mund ta ketë kompleks. Mund ta ketë. Po i vendosin pikën po. Edhe mentaliteti i punës së zotrit Kurti dhe qeverisë vetëvendosja është ose jemi ne ose je kundër nesh. Domethënë me ta nuk ka kompromis, nuk ka mes të përbashkët. Kështu që kushdo që ata perceptojnë që nuk është me ta, e kur po them që nuk është me ta, nuk kupton që nuk i nënshtrohen sundimit të tyre, atëherë janë kundër tyre, edhe natyrisht siç kanë bërë deri tash, që nga fillimi i parë rrugës tyre politike ne vëdim që ata e norë në qeverisje me gaz lotësjellës, me molotov, me kanë shkatru gjysmën e Prishtinës, si mbajmë mirë mend protestat e tyre, domethënë kemi pas për ditë në lajme tym në kuvend, kemi pas kaos të tjera. Skena të dhunshme u bën zakonshme në rrethana të kohës. Në baza të përditshme. Edhe mendoj që Kurti me kastën e tij politike nuk zgjedhin mjete kur kanë qëllime politike, qëllimi i tyre vetëm është që ta shtrinë pushtetin, ta arrisin pushtetin e ta arrisin sundimin, edhe në këtë mënyrë nuk e ka shumë të vështirë t'i përbalt, t'i quaj zullumçar, të shprehet me një zhargon të tillë, edhe për ato shtresa të shoqërisë që kanë dhënë gjithçka për këtë vend, edhe për ato shtresa të shoqërisë që kanë lënë familjen, e kanë lënë vendin e punës, kanë lënë gjithçka dhe janë bashku luftës çlirimtare. Edhe domethënë kur përbalten edhe këto figura, kur përbaltet edhe lufta ushtrisë çlirimtare të Kosovës, në një anë është një diçka dhimbshme, për shkak se neve jemi dëshmitarë se shumë kanë sakrifikuar të shtresa, po të njëjtën kohë mendoj që ka edhe efekt dytësor që e dobëson fuqinë e shtetësisë së Kosovës, për shkak se neve shtetësinë e fituam pikërisht përmes luftës, domethënë Bashkia Ndërkombëtare neve u mobilizuar, na ndihmoi edhe intervenoi në Kosovë pasi që e bëm luftën, dhe mendoj që vlera që jepet luftës çlirimtare, mbrojtja e vlerës së luftës çlirimtare. Patriot, hajn, çlirimtar, zullumçar. Po është një narrativ që ka ndërtuar në Kë e ushqen ky fjalor. Militantin e tij ose militantët e tyre. Numri i tij në zgjedhjet e fundit i voli 51%. Po. Tash po kërkon 60%. Këtë habitat të votuesve thuaj. Mendoj që se pastaj diskursi ka dhe konsekuencën e tij, mund të shkaktoj konfrontime midis njerëzve, mund. Mendoj që nuk ka kohë që s'ka qenë më polarizuar shoqëria në Kosovë, është duke kontribuar në mënyrë të madhe të polarizojë shoqërinë në Kosovë. Ndërkaq sa i përket 60%-shit, mendoj që është më shumë një lloj dëshire, është diçka dëshirore, nuk mendoj që mund të arritet.